Përshëndetje dhe mirë se erdhët te Uda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë kena producentin ton Elvisin mrapa kamerave. Sot kena zgjell që në episodin sotëm kena një temë disi ndryshe dhe ku tanë shqiptarët e gjejmë vedin të kjo temë. Është amaneti. Amaneti në përgjithësi i shqiptarit, por sidomos amaneti i emigrantit. Ku zakonisht sidomos ne emigrantave, na lën kur jena gjallë, na lajnë heshtje dhe na harrojnë dhe për zdekunit na presin dhe na përcjellin me flamoj. Mendoj që kjo edhe një herë është një temë shumë prekse, sepse amanetin sikur ashtu edhe shpreha shqiptare nuk e tret as lloj dhe duhet majt deri në fund. Dhe duhet zbatu, jo vetëm majt. Kjo është një temë prej aq sa bukur edhe dhimbshme, sepse amanetin kanë thënë nuk e tret as dheu. Dhe kanë thënë mi lën esh na trehat kur shkoj edhe mos ta kem mendën mrapa, pra kur kena lënë një amanet në një mënyrë anë një tjetër, është dashur për mu çu deri në vend. Por thamë dha të tjetrën që jo të tonë vlerësojmë amanetin atë shumë. Disa e majnë amanetin, disa ndoshta thojnë ama nuk besojnë ndoshta te fuqia e fjalës amanet. A duhet për më majt amaneti kur lehet apo jo? Mendoj që amaneti është një pjesë e kulturës shqiptare. Po. Që shkon për te lashësi, shkon në për shekuj. Kena shembuj qysh me për para Skënderbeut, për amanetet që janë lënë, është ajo legjenda e Dorantines që i lën vllai amanet që do vjet kthehem e të marr, edhe vllai vritet në luftë edhe Konstantini vjen i vdekon. Por në kohët të sotme ose në kohët që jetojmë na dhe prej tonë, amaneti vazhdon sidomos në rastet e emigracionit. Shumica e rinis që kanë ikë në vitet 90 në emigracion kanë marrë prindët e tyre mrapa. Pra kanë shumë e vështirë për prindët e tyre, se prindët kanë pas një moshë tjetër, se kanë të rria, kanë shumë e vështirë më ambientu me vendin, me jetën dhe me kulturën e një shtetit huj. Pra, kur vjen një farë moshet, shumica prindëve që jetojnë në emigracion i lënë fëmijëve amanet që trupi i tyre më u kthy në vend linje. Ka për atyre që nuk e lënë amanet, ka që e lënë amanet. Por këto nuk janë vetëm amanetet që lehen për mas vdekjes. Ka njerëz që lënë amanet për shembull edhe aty ku jetojnë vendin e tyre, për më kujdes për nanën e tyre, për më kujdes për një vajzë, për një fëmijë tyre, ose për me lanë një emër dikuj, ose për me lanë një sekret të një familjes amanet që me ja përcjell brezave tjerë. Edhe mendoj që shumica shqiptarëve kanë respektuar këtë si një ligj kushtetute të individëve, të familjarëve, dhe mendoj që edhe në ditët e sotme vazhdon po e njëjti respekt për amanetin. Ndoshta kisha thënë të shkotë e fundit nuk mahet ashtu si është majt në vite domethënë më përpara. Ndoshta tesh është pak që e lam hajtmas, domethënë e la, po nuk është aq e fortë ose me aq besim sa është besuar më përpara amaneti. Ose mënona mi djerë justifikime. Hajtë se e ka thanë, po kush e di pse e ka thanë. E ka lënë këtë amanet se ndoshta se kësa herë ka pas që për shembull ka lënë që kjo është një amanet shumë i dhimbshëm edhe i fortë, ka pas prind që kanë lënë amanet që mos me ardh fëmia të kryt me mshtin dhej, që domethënë ai për mendimin tim është amaneti ma i fortë dhe ma i dhimbshëm që mund të ekzistojnë, sepse një ma ekstremi, sepse një prind për me arrit me thonë nuk du fëmin tem me ardh me mfut në dhej, ai është një hall i mall. Por ndoshta fëmia tjetër ka thënë, po hajt më se kush e di se ka thënë për zemrës ose diçka. Edhe nuk ja kanë marrë amanetin, edhe përse prep
kanë bëhet Ajo është gjë kundra dëshirës që ai person e ka lënë për zgjallit. Ajo është pak e vështirë në fakt, sepse është edhe ajo tjetra që na ja dim vlerat kur desin. Po. Edhe ndoshta harrojmë, jo se nuk I do na print sa janë gjallë, po shumë prej atyne kur shkojnë atë ekstrem, mandej na thotë ose sa vlerën e ka pas prindi, duhet mi dash sa janë gjallë. Ose s'ka rëndësi se kush është prindi ose ku shija shoku a shoqja, nuk duhet për me prit për me marrë një lajm të keq, për me thonë që më vjen keq që kam qenë e zemrume ose s'kam fol me njenin apo me tjetrin, për arsye sepse nuk duhet ja dim vlerën dikujt kur sa shmo. Gjaja mirë është me ja ditë sa është gjallë, edhe sa kena mundësinë për me e shiju këtë jetë, që fatkeqësisht është shumë e shkurt, pavarësisht se duket e gjatë kur je I ri, por në fakt vitet kalojnë aq shpejt sa nuk e kupton që ndoshta ke kalu gjysën e jetës, po mendojmë kur është jeta e gjatë, dhe nuk e din se sa a qona nesër. Kështu që është mirë mos me arrit në atë pikë për me na uru dikush mos me kenë të kryt në një ditë fumit. Po edhe mendoj që edhe njëri që lën amanet, duhet me pas kujdes. Sepse ti nuk mundesh me lënë amanet fëmijëve, apo vllazënve, apo motrave, apo bashkëshortit, apo bashkëshortes, një diçka që është ndoshta e pa realizueshme, ose është shumë e vështirë me realizuar. Është e vërtet. Është e vërtet. Ti kjo se ke amanete të tilla, realizoj sa I gjatë, realizoj vetë. Po. Por amanetet janë gjithmonë në kushte të vështira. Pa njerëz për shembull se e tha Joana por kanë janë burg përjetshëm. Nuk kanë mundësi ata me pas një liri si e kena na. Pra ai ka një dëshirë për shembull për vajzën, për djalin, për amanet diçka. Ose na që në emigracion. Shumica njerëzve lënë amanete ndryshme. Ose për shembull ky amaneti, sidomos për emigrantat, që ndoshta nuk shkojnë kur në Shqipni, tan jetën që janë emigracion, po thonë du me çu me varros në Shqipni. Amanet është, edhe dëshira përfundimtare e tyne, edhe njeriu duhet me e respektu, por për mendimin tem, nëse ti tan jetën nuk e ke pas problem me ndaj në vend huj, mos me shku kur, e tesh në fund, da me I ba se ndoshta ke kriju edhe familjen e madhe një vend tjetër, da me I ba tan njerëzit tesh me shku me përmushat amanetin tënë, më duket pak edhe pa, si me thonë, janë da amanete që nuk e di. Që duhet me kenë njërë pak skeptik, se s'mund është hajtë se po shkaj atje. Stesh në fundit, tina realistat tanë për shpirt, ai momenti I fundit na dona që trupi jonë mu prej në vend tonë, sepse aty na kena lanë shpirtin në vend tonë, aty ku kena lanë shpirtin, aty kena qef na u prej trupi. Por jeta, rrethanat e jetës ndryshojnë, edhe kur del sidomos për ne që në emigracion, njeriu krijon familje, krijon jeta vazhdon, familja bëhet më e madhe, ti don që me kenë aty ku ke fëmijë, aty ku ke familjen tënde, dhe aty a veni jetë, ku ke familjen. Ashtu thonë edhe tjetra, pa çdikanin me të orë, më thonë, për me ta pruj lulet të vorri, kur edhe me shku me të hub kocat me dal bari edhe mos me ditë domethënë kush me ardh, domethënë edhe ajo është jashtë realitetit, kisha thonë. Gjithmonë flasim personalisht, këto janë por amaneti është një përgjegjësi shumë e madhe për personin që I lehet. Edhe mendoj që shumë njerëz ndoshta e quajnë edhe as si nerë se të ka lënë dikush ndoshta një amanet, por unë mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe nuk e di, është përgjegjësi e madhe sepse ti duhet me e quaj amanetin deri në fund. Ai që merr ndoshta edhe je jo dakord me atë amanet ose me atë vendim që ai person ka marrë për me ta lënë ty amanet, ti ndoshta nuk je dakord, por duhet me se është si puna asaj besë. Që I ke dhënë besën, që ke me majt fjalën, edhe I ke dhënë besën, ajo është besa mas vdekjes që ti I ke dhënë dikujt që do ta marrësh. Tham që edhe amanetet duhet me ditë se kur ta ka dhënë, sepse në një moment
nervasha, një moment mërzijeta. Ose zhgënjimi, se tanë zhgënjeta. Dhe më thonë, shumë njerëz, sa s'jeni sa se e ka pas jetën vaj, dhe nuk ka pas zhgënjime ose mërzitje për një person e për një tjetër, ndoshta aq shumë je vrak e thonë, ja s'ka me fol ma, edhe të nesërmen, je qu edhe i ke thonë, ja, ke lana manetet të filani, e masi javët ke harru se që i ke thonë, por në fakt ja ke lanë bara ti personit. Ata manet, edhe ndoshta kur të kanë ardhur ty, ke harru mi thonë që kam ndërru mendim për ata manete, dhe më thonë njëri ka herë, duhet me kenë kur vjen puna, për këta gjëra që janë kaq të forta, duhen më thonë në një gjaktësi ose në një moment që je komplet pa asnjë lloj ndikimi të ansor. Sidomos ka edhe për aty në amaneteve që lehen ka herë të influencu për njerëzve tjerë. Po tjetër. Aja është dhe me thonë shumë e ranë, sepse ka shumë njerëz që kanë lanë amanete, jo se ja ka dash zemra me lanë një amanet tillë, ose ka pas edhe si thash njerëz që kanë lanë amanet po thon për fëmin, po shkoj prap te ai që nuk du me marr fëmijat e kryt. Aja shumë e ranë. Po aja shumë e ranë, po ndoshta aja nan nuk e ka thënë me zemër, po ndoshta ka edhe si e detyruar, ndoshta edhe për fëmijëve tjerë. Nuk e di se çfarë rrethanash mund të kenë ai person për me lënë një amanet tillë. Domethënë ka shumë njerëz që influencohen edhe për njerëzve tjerë kur i lajnë këto lloj amanetesh. Është tha Joana parë punën e amanetit që lehet për kur vdesin emigrantat. E kam lexuar dikon që shumica ose 90% e emigrantave nga ato që janë nëpër botë kanë dëshirë, edhe mos e lëshin amanet, kanë dëshirë që mu u varros në vendin e vet, edhe kjo vjen natyrshëm. Është krejt normale sepse përdesa jetojmë me mall, jashtë vendit ton, minutat e fundit jetë se mos ta hubim për vdekjen në vendin ton. Por logjika e jeme ose logjika e ftoftë të çon që vendin tan duhet me dash sa i gjallë. Ma më thëmë edhe çdo njeri e çdo gjë. Kjo se je shumë i dashurum, edhe ashtu duhet më kthy. Ja, tash aty nuk vi dakord me ty, si gjithkush mund të kthehet, nuk e ka gjithkush mundësinë më kthy në vend vet, edhe pse nuk kthehesh, domethënë nuk e dal vendin. Është më kthy sepse përdesa kanë mundësia me ik, më largu, është edhe mundësia më kthy. Nuk domethënë më kthy vetëm me parë. Më është më kthy pa parë. Sigur ki ik, më është më kthy prap. Se ki ik pa parë, kthesh pa parë. Nuk është bleko, është familja, se ti ke kriju një familje, ke fëmijë. Jo, Marko thotë që në qoftë se don aq shumë, ktheu sa je gjallë. Në qoftë se familjen aty ku jeton në Zvicër, në Gjermani, në Angli, a familja jote më e madhe, unë mendoj, sikur këtu në Michigan, kena shumë shqiptar, janë këtu varrezat kur shkojnë shqiptar, është një pavarësisht se janë varreza, po është një mrekullim i pa, një qetësi absolute, një pastërti, një rregull, edhe ka shumë shqiptar që varrosin këto. Jo shumë, por kena shqiptarë dhe miqër shok që na kanë dek këtu në emigracion, dhe këtu janë varros, por ka njerë që lënë amanet më u kthy në Shqipni, edhe shumë e ndërgjegjshme, e moralshme, edhe njerëzore që çdo amanet të mahet, sepse amaneti vjen nga njenja, nga dashnia. Dhe njeriu ka qef, njeriu të dashtën, njeriu të zemrës, familjarë e tij me ia plotësu amanetin. Prandaj e thashun që në fillim, që na sa jena gjallë duhet me pas kujdes që çfarë amanetit lajmë. Sepse ka amanet edhe amanet. Duhet me lanë amanetin në mënyrë që të jetë i realizueshëm, mos jetë barr për vllaun, mos jetë barr për motin, për fëmin, për babën, për nanën. Të jetë amanet me norma, në një mjetë. Në të drejtën më kujtoj një rast që njëna para se me dek i kishte lanë amanet personit shtëpis që aman kur do që të kesh kohë mja kruj këtë porosi filanes. Edhe des kem as 1-2-3 ditve edhe i thot e bën kështu si për loj. Nuk ishte ka thonë, si me thonë, no, po dhe me thonë si ata plakat ma kështu, edhe nuk ja bani kur. Por, pavarësisht se ishte në i gjo e malë, dhe me thonë një gjo krejt shu simbolike, por e mori dhe me thonë, hetë mos, e di si ka e mori me qeshën edhe nuk e bani kur atë, por
këtij personi të dytë i kishte me mendja aty, të më thonë që po si se boni, të më thonë ja ka lënë amanet edhe nona. Të më thonë dikush e merr për lojë që do më thonë që nuk i jep rëndësi asaj se nuk ishte si kishte thonë amanet fëmijët, amanet këtë, amanet atë. Por edhe nëse për shembull dikush thot amanet m'ja jepi këtë cingare Markut, kisha thonë që ata ndoshta janë gjanat amanetet më të vogla, por këta amanetet e vogla merren si më thonë për super gjiro po jep, domethënë Markut i cingare pse ka thonë amanet mos harra më mjallon Markut i cingare, kupton? Edhe ka herë ne vlerësojmë pak ato rëndësinë e amanetit, edhe ndoshta ata që janë më të kollajta mu majt, nuk i majmë, edhe ata që janë më të vështira për mu majt, ata i japim ndoshta prishim atë qetësinë e shpirtit, sepse zona zina që me bëhe dona kështu atë. Kështu që janë disa lloj amanetesh që losin rol në atë ka hup. Fundi fjalës kisha thënë ka hupa ja vlera amanetit në këto vite. Ka hupa po ndoshta është dobësu i fije. Dobësu se nuk e marrin tonë, nuk e marrin tonë. Pse se njerëzit nuk e seriozisht, nuk force. Ka hup sepse kanë ndryshuar njerëzit, se njerëzit nuk po e marrin fjalën për zgjallit, ja marrin për zdeknit. Se për zgjallit bëjnë premtime. Edhe kur jena gjallë premtimet, edhe mi thy njeriu ose mas mi majt ke prep kohë për me majt atë premtim ose me thonë okay, nuk e majta premtimin ndoshta kur të premtova para disa kohëve, por tesh du me përmush atë premtim, sepse sepse njerëzit janë gjallë, por kë është një premtim tjetër i cili nuk ka kohë ma për mu kthy. Amaneti, si që thamë më përpara, është nuk e trej dheu, edhe është një premtim që duhet me e qunë në vend, si do që tjetë duhet me e qunë në vend, ose mu munu, se varet se edhe çfarë amanetit është, se mund të jetë një amanet që është tepër i vështirë mu realizu. Gjetë amanet që thot mi fut $1 milion me veti. Edhe ata $1 milion e ke për veti. Ose janë datë të amanet, a ban me gjujtë push, bam. Nuk mundesh me hinë bërgë. Se është na folme ma shumë për amanetin, sidomos të emigrantit, që në amanetet e emigrantit ma shumë është kjo që du mu varros në vendin tem. Por amanetet shqiptare janë prej më të ndryshmeve, dhe gjithmonë shumica amaneteve janë edhe dhimbshme, kanë kenë sidomos për shqiptarët na kena gjakmarrjen për shembull. Shqipnia shqiptarët kudo që janë kanë gjakmarrjen edhe kanë kenë ato amanetet që mas me fal gjakun, ose ata kanë kenë shumë amanete të vështira për mu maj. Ka kenë kanun, i kisha thonë që i ka pas ata ligjet shumë më të forta, më të rrepta, sidomos kisha thonë në pjesën e veriut e këta. Kanuni ka pjesën e vet, po për faljen e gjakut e për këta e kanë pas më shumë. Edhe pleqt për shembull, kur ja kanë vrarë djalin, ata e kanë lënë me amanet që gjaku mas me fal gjakun e djalit kurr. Edhe është amanet shumë vështirë për atë personin tjetër që ato e trashigu amanetin, peshen e amanetit. Për atë për thëmë, kjo pjesa e gjaknave ka kenë më shumë ka ana veriore, se sa ka ana jugore. Por janë djeni, edhe jugu e din se gjakmarrja është një diçka që është shumë e njoftën, pavarësisht se në veri ka nolla e gja, e jugu nuk e ka pas atë gjakmarrjen, por gjakmarrja zakonisht, se mos dalim prej teme, gjakmarrja zakonisht deshe me lidha amanetin me këtë gjë që është shumë fur nuk ka pas ligj. Ka pas ligj. Kanë shkuar bazë të ligjit. Kjo është një person, ka vënë një person, ai ka dalë të sjallat, se ka dënuar shtetin, se ka policia, se ka baburgun, ka dalë të sjallat për të shëtit të hangrit i pi, normalisht se ai tjetri që i ka dëmtuar familjen s'ka mund më ndaj më dy kërç, por unë kam 30 vjet, se rrije përmendje gjithmonë, po fatkeqësisht kam 30 vjet në Amerikë, edhe më ka taku me një shumë historina, edhe me pa shumë historina, por një nër amanetet më të bukra që kam pa edhe mendoj që është prap kjo amaneti i vdekjes, se këto janë vdekja janë ata momentet ku njëri lën amanetin, është kur shumica dhe përgjithësi tonë shqiptarët kanë thënë ku të më varrosni, me muloni, me flamurin shqiptar. Edhe sinqerisht unë kam shkuar në shumë varrime këtu në Michigan, shqiptarëve,
nga tana troje shqiptare dhe i nepet çdo njeri një respekt i madh nga familjarët, nga shoqënia dhe nga gjithë dashamirë që i shkojnë me e respektu të vdeknin me traditën shqiptare, por momenti i fundit kur mlohet me flamurin shqiptar edhe vorroset në tokë të huj, është një moment i cili prej mend më bën krenar se tham edhe për vdeknit shqiptarët e dojnë flamurin, shqiptarët e dojnë vendin e vet, e dojnë tokën e vet, sepse tan jena kalimtar, tan kena me dekë ditë. Dhe për mendimin tim çka kam pa këto në emigracion, kjo është një amanetet më të bukura që mundesh me elan dhe më i realizueshmi, kisha më thënë. Nuk varrohet, nuk futet flamuri në tokë. Flamuri nuk futet, nuk e mbulojnë me dhej, por deri në momentin që ulet arkivoli në varr, lehet, i bëhen lutjet e fundit, i bëhen lamdomira e fundit nga gjithë, i hedhet grushti i dhejës, por flamuri paloset dhe i nepet familjarës. Po sa njerëz ndoshta kanë pas jo amanetin, po ndoshta dëshirën e tyre të fundit që me shku edhe mu varros në vendin e vet, edhe ndoshta kanë dek edhe s'kan mujt për me i qu, sepse s'kan ken mundësinat, ka ken shtrejt, pavarësisht se shqiptarët bëhen bashkë gjithmonë edhe mundohen që sidomos me ja qu familjes afërmin e vet që ka hup jetën, por shumë herë edhe s'kan mujt me shku. Unë mund me dha një shembull, ka nevojë të shpejt bile, një personi që një afon, i di që ama kishte lënë amanet me çun Shqipni, fati edhe ata ai kishte mundësi financiare, e përgatit, i lajmëron njerëzin në Shqipni që do ta bi nanën e vdekon, në filan dati thënë kena me ta pru, por që nëllë gjatë rrugës, nëllën disa probleme me aviona, delay, adin si, edhe i shtyjet, i thonë me na falë, kena me ta shtyj një javë, nuk shkan ku foma. Ky lajmëron njerëz më falni, por nuk është në këtë datë, po do t'jetë në këtë datë. Vjen data tjetër, 2 ditë përpara, i thonë na vonaja 15 ditë pa shku. Pra që i kishte pagu edhe pare. Se varet se për ku e çon njeriu. Ndoshta prej Greqisë, prej Italisë, prej Francës, me lan trupin e njeriu është tortur atë 2 javë. Po, me çu prej Australijë, e prej Amerikës, e prej Kanadait, është një rrugë shumë më larg dhe nuk i dihet, si më thanë, transportit, se kanë një procedurë ndryshe. Është më strikte. Është shumë strikte dhe do kalosh në për disa procese tjera. Prandaj na që ka herë nuk funksionon si duhet këta. Po, është, më thonë, si ta dhe gjonët, është me lanë edhe trupin, me të shku i muja ndajnë në këtejnë me ta tjetër, më thonë, është dhe gjyna me të lanë mi tokë, se kanë thonë edhe tjetërën, a lehet i dekun i mi tokë. Dhe më thonë, nështë a i të hi ma shumë gjyna, tu e qu, se sa mas me e qu. Vjen distanca, si the lu një rol të jashtëzakonshëm, se nuk jena mbrana Evropës që jena 1 orë larg, edhe kur i thojnë edhe me makinë mundesh me shku, por prej këtu është tortur për familjen, tortur edhe për dekun. Si janë avionat posaçëm që i marrin kufomat, nuk mundesh me e quti me avionat. Nëse se me që kena haptesh këtë temën, pavarësisht se është për amanetin ndeshme me fol, por këto temat e varrimeve, vdekjeve, pse na shqiptar gjithmonë e vlerësojmë atë tjetrin kur vdes? Kur vdes, ai tjetri është shumë i mirë, bëhet shumë burr i mirë, bëhet shumë gruzoj, ka kënë mrekullueshme, ka kënë të njëjta këto fjalë që ndoshta nuk ja kena thënë kurr për zgjallit, marrim aviona për me ardh e mi për cjell. Çojmë lule pa fund, kur ndoshta nuk ja kena bën një telefon sa ka kënë gjallë. Gjithmonë e vlerësojmë atë tjetrin masiv vdes. Unë kjo det aty, por mendoj që jo vetëm kur des, por kur martohet. Nuk e di për kur martohet. Se i shkojnë dasëm 300 vetë, tangë sen, e knaqen hajnë e pini, thonë urime, po njëni thotë, ha marta, që qa martu ke marë? Më kujtu një shprehje, qa martu marë kja? E një shqiptarit Kosovës që e kam ni, edhe thotë që shqiptari
e vetmja gjë që shqiptari nuk ka xhelozi për shqiptarin është vorri. Sepse për gjithçka tjetër shqiptari ja ka xhelozi suksesin, i ka xhelozi çdo gjë tjetër njëri tjetrit, vetëm vorrin nuk ja ka xhelozi njëri tjetrit. Ka 1% kishë me thënë, jeton. 1% e madhe. Si xhelozia mendoj nuk ka vetëm e shqiptarit, xhelozia është një njerëzore që vjen të çdo njeri, të mashkull, të femën, çfarë do lloj kulture, race të tjesh, por fatkeqësisht ne na kemi di fije e ma e theksume sepse ka nga fukaralleko. Po tesh kena plot. Po kena nuk kanë tan plot. Fukaralleko është ai që i ka pru këta gjona. Edhe tesh që kena plot, ti kanë se ke kanë dikur fukara, për shembull ti dikur ke miel lopen. Bën fjala, jo se ke miel, po dikur ke me lop që nuk ka kur gjatë keqe me kollot lopen. Sot kjo në Amerikë, edhe ke makinë 100.000 dolarë, po kur e blen manjola 150.000, bash xheloze, thu pse mori, se është natyrshme për njerëzit të cilët vinë nga fukaralleko, jo vetëm si në shqiptar, nga fukaralleko krijon disa njenja që janë shumë zërmi i zhdullur. Unë habitem pra se zakonisht fukaraja ka kënë ma shpirt bardh se pasoniku. Ata kisha thënë që nuk vjen prej fukaralleko, vjen prej zemrës marr. Nika, fukaraja është bëhet i mirë. Ka herë fukaraja është më i keq se zenxhini, ka herë fukaraja është më i keq se ai që ka. Ja, nuk ti thu kur fukaraja bëhet zenxhin. Ashtë aja shpreja. Në korën si, mundesh me kënë fukara, e ke zemrën e keq, e ke shpirtin e keq, mundesh me kënë edhe njëri pasën, e ke shpirtin e mirë. Por parja thënë ndryshon. Dakor. Parja ndryshon njerëzit, po ndryshon ata që s'janë. Domethënë, kur s'ke qa bën edhe rrënjoshtu. Kur bjen një fije fuqia në dorë, mandej në thu, tesh domethënë po të zarri fytyrën teme të vërtet. Unë bi dakor me Gjuanin kur thotë që shqiptarët, në falë më njërë, që shqiptarët prej mend e vlerësojmë tjetën mas vdekjes shumë. I shohim edhe në Shqipëni des një artist, vep kush e kush me vu fotografi që ka ba me te, des një politikan, vep tanë me shku me vu fotografia, me shku më vërim u duk se që shkova. Kura për zgjallit nuk janë abim rëndësin, edhe kjo është... Kena edhe këtë tjetërën që the për artistat, sepse artisti janë njërë, ta një njerëz. Por na e vlerësojmë edhe atjetrin kur është artist, shumë më shumë se një djalë, kur des një artist djalë 25 vjeç dhe një djalë 25 vjeç që është krejt një njeri thjesht, nuk i vlerësojmë njësaj. Vdekja është e dhimbshme njësaj për të dyja palë. Kena edhe këtë tjetrën, se edhe për zdekunet kena qef na për me vu nështë ato fotot, ato gjanat, sidomos me artistat, për me dzerë vedin bukur. Dhe me thënë, dona me shitë men, edhe me fatkeqësinë e dikujt tjetër. Për shembull në Shqipëri kanë dek artista, po imi përmendëm po shohim paqë tanë që kanë dek, artista që kanë bërë karrierë me ka 30 vjet, 40 vjet. Shteti, qeveria i ka dhënë 200.000 lekë pension për 40 vjet, e kur ka dek e kanë bërë ceremoninë në të teatrit kombëtar për me ndëru. Po jo më ta ndërosh se ishte xhama, t'ja njohësh gojen me i fije buk, t'ja njohësh tavolinën me i pjatë ma shumë, të njepsh i fije pension ma shumë, i nërim ma shumë. Ja kur desin. Ata dekorata që jepen mas vdekjes, u dekoru mas vdekjes. Ton dekorohen mas vdekjes. Po jo marë, duhe njërin sa është gjallë. Dija vlerë sa është gjallë, respektaj sa është gjallë, se kur vdesin, ka kry punë. Por në fakt, se kur e kena thana dhe ma për para, njerëzit vdesin vetëm kur harrohen. Këta që theti Mark, ta janë të po harrushëm. Gjenerata aty në artistave dhe aty në njerëzve të mlej, që nështë nuk janë ma fizikisht, por kanë me kënë gjithmonë, brez mas brezit kanë mu kujtu. Po, vërtet, është shumë vërtet. Une gjithmonë më ka pëlqyt diqa, që bojnë disa shtete që nërtojnë statuja herojsh dhe buste shkrimtarë filozof të tyne për me i nëru, jo vetëm për me i nëru, njëri të vdesin, që mos harrohen, të jenë pjesë e historisë, sepse jo çdo kush lexon një libër, jo çdo kush mundet me hi në bibliotekë me lexu diçka një histori, por kur një fëmijë rritet në qytet ose në fshat dhe kalon përpara një statujës
detyrimisht ai do ta njohin, do të pyesin kush është ky person dhe nëpërmjet saj mëson historitë e njerëzve me vlerë që ka lanë gjurmë shqiptare në kombin tonë. Po flet për po flet për statuja. Mas të bëhen ma statuja, se na këta që i kena edhe i mlojmë. Na mlojmë statujen e Gjergj Kastriotit, që dhe me thanë tanë shqiptarizmi e din kush është Gjergj Kastrioti edhe çfarë herojt kombëtar është Gjergj Kastrioti për çka ka luftu, edhe na e mlojmë atë statujen e tij për me bë kënaqën dikën tjetër që na shumë mirë dina, që na ka pushtu 500 vjet, dhe mlojmë herojnë tonë kombëtar. Kështu që na duhen ne statuja më shumë, kur na nuk dina me rujtit atë që na i kena herë sot për sot. Kja ishte... Se kena kalu të shpërp, na gjithmonë e kena zakon që kalojmë nga tema... Kena thonë, sepse nuk është se përdorim në një kështu skenar edhe hajt mas harra me lexua trashtin. Nga që flasim... Po si lloj flasim për zemrët edhe fjalat zar fjalën edhe për një të na dojnë edhe ton shikuesi ton sepse ton kur mladhen në roda se kështu e kena edhe në Oden vele po dal komplet prej temet kishte shkru në një koment djesat, nuk e di se kur e lexova, edhe tha prej mend tha kur Vikto e shikoj tha të shorts ose reels të Odes, më duket ai muhabeti komplet muhabet Odet, muhabeti sinqert, edhe kënaqem të ëlli. Edhe domethënë për një të i kena njët edhe për një të janë të Oda jonë, sepse na dalim prej temet në temë, prej fjalës në fjalës, sepse ishto është muhabeti. Muhabeti nuk thot që kime najti to mas shka kërkon tjetër, por fjallat zar fjallën edhe më nëjnë bëhet... Plus që tona këto temat paka shumë gërshetohen edhe zgjerohen, sepse amaneti, si kur thame, e lidhim me migracionin, e lidhim me vdekjen, so dhe me thanë tona gërshetohen një pik, edhe për atë ndoshta kur zgjerohet duket sikur dalin prej temet, po është prap e njëjta temë. Sepse në një farë piket thelbi është i njëjtë. Por fjala zar fjalën edhe unë komplet harrova se për çfarë desha më thonë kur plus që tjetra është bukuria jonë këtu është sepse na jena 3 vjet që na të diskutu. Për shembull, ka shumë podcaste që janë është një njeri, edhe ai person është më shumë si intervistë, merr një intervistë dikën, pyetje përgjigje, kurse këtu jena 3 vjet, për atë ndoshta ka herë zgjerohet muhabeti edhe duket sikur i ikum pak temës, por nuk i ikum, sepse thjesht po e zgjerojmë dhe... Flasim gjithsecili se jena 3 mendje të ndryshme. Tu kanë 3 mendje të ndryshme, gjithsecili kena atë kanë vështrimin ton. Po. Edhe kur shikon për një kanit tonë shoh kështu, edhe normalisht, por po ta kaloj ty Mark sepse komplet kam harruar se për çfarë mora fjalën. duhet për me ashtu, duhet me rujt i këtë klip që jeni të jallon fjalën një tjetrit pak çdo. Vazhdo. Lutem. Unë tani herë ball mas fal. Shiko të vazhdoj të sot çamë thonë. E kishim bëj fije shumë dram edhe kam shumë bezdi se i na lën fillim të vitit për me ndajt kështu domethënë shumë mrena si zymsin sepse kur kjo është një temë që është na mori rrjall se ti fut pra amanetin edhe ti di se amaneti janë ditë të fundit ose fjalët e fundit një personi që është të ndrujet dhe është faktikisht një diçka që çdo ku i metman ç'a tha fjalën e fundit. A lënë amanet? Aja është, në fakt... A ka lënë një letër, a ka thënë gja me goja, a ka lënë gja të shkrume, ose a thënë gja për të me dhej? Kjo ishte kam vështrimi bukur. Edhe kjo është që të fut në atë rjallën e mërzis, në atë rjallën që ne nështë në preku i fije sonde, pra ne në nihen edhe si poshtë pak nga ana morale, sepse të diskutu për këtë problem, në tonë kena familjar që në kanë dekë, kanë rrujet, edhe kena familjarë që ndoshta janë në moshë dhe në një armë sa më të lartë, inshallah, kanë në rrujet, por prap mendoj që na shqiptarët e vazhdojmë këtë traditë dhe mundohena sa më shumë që çdo amanet që na lejnë njerëzit ta realizojmë, edhe pse ata nuk janë sot këtu me ne, ose s'kan me kënë me ne. Ajo shpreja në fakt
është pyetje aq standarde, aq domethënë fjalën e parë kur marrim vesh që ka ndruje dikush, thojmë që që thama, a domethënë a ka lënë amanet, ose që ishte fjala fundit e tij, është tham 100%, s'ma do mendja që është kush që nuk pyet atë pyetje. Sepse ndoshta është kjo tradita shqiptare, nuk e di domethënë ai kanë edhe tjerë të vende këtë lloj traditet, por tham që është traditë shqiptare që e kena ndoshta amaneti, nga që ka kalu brez mas brezit, tesh është ajo fjala që tha, se për amaneti nuk e dia pyesin tesh domethënë se ç'a ishte amaneti i fundit. Tha më shumë është se ç'a tha fjalën e fundit, ose ke pyti, ose ke kërkoj, me thënë drejtën, e di edhe një rast tjetër që nuk i doli shpirti, sepse i kërkote shpirti me pa dikenin, edhe derisa i shkoj, dhe të është më përqethe trupi në fakt, derisa i shkoj se distanca dihet ma që janë në përvende kudo në përbot, edhe kërkote babën e vet, edhe derisa i shka i jati të kryt, në momentin që e pa, atëherë dha shpirt. Edhe ka i herë, as shpirti nuk del, po u plotësu komplet. Edhe këto janë domethënë ata momentet e hilluna, por që e përjetojmë në mënyra të ndryshme, në situata të ndryshme, kudo në përbot, sepse kështu i na shpërdo. Kanë pa thonë, na kanë si me na pa gjujt në qifte, që shkojnë gjithashtu, një ashtu i na dalë na gjithkohë në përbot. Ka që ashtu ka kena maneti dikur, që i kam përmi historina të vjetra, kur ka kënë të dek një person edhe i ka pas bërsh një Napoleonarit në atë kohë, ose 10 franga, se me thanë, i ka thënë ati personit amanet, bën qatë mundesh, mja qatë filonit dhe 10 franga atë Napoleon, edhe ai a detyru me ja qua amanetin, po më rritje kam po me ja qua amanetin, dhe me thonë, mati pa kënë respekti, është një respekt ndaj fjallës tjetrit, se të regon dashkin që ki pas pa të person. Jo, tesh të thonë të jetë në fakt më kujtu dhe një tjetër, ma ka pa thonë një person për tjatin e ti nuk i del të shpirti, edhe sot e nesër nuk e dishin dhe më thonë, ishte i smurë, nuk e dishin pse nuk po, dhe më thonë nuk po des, edhe i thot, si me thonë plaku i fshatit që shkoni e pytni, a mas ka nëj, dhe më thonë, i ka met nëj breng për mrena. Dhe thonë këto, po e pysim, shkojnë e pysin edhe i thotë, për zotën thotë, kam a kina i gjo për me thana, për me lanë. Dhe atë ka met kusht maraka, edhe thotë, po, për zotën ka met filanja. Filanja? Pavarësisht se kulmin e dramës, gjondana dha filanja e kapi. Kush ishte? Edhe i thotë që banja halal. Edhe në momentin që e fali Jabani, në momentin që e bani halal, da fasoleta alveste u bonami këto. Edhe atëherë mandajna në mujti për me, dhe më thonë, për me dal shpirti. Dhe më thonë, ka aq shumë historina. Sa mirë pas ka pas frigë, edhe për me thonë, ka mirë të shpek pa dek gruja për para, adi ka dek gruja se s'ka këtë me thonë. Im në për ata tema, por. Po ata amanetet që kanë kenë, amanetet, nuk di janë amanetet quhen, po ma shumë se edhe premtime, po edhe për zgjallit. Për një atë pra, një amanet edhe për zgjallit, kur njerëzit janë alo gjallë, për shembull, ndashni, mos duj kur dikën tjetër. Atë premtime, amaneti është amanet për zgjallit. Ja, atë janë premtime. Në gjallë, një minut, Mark, sepse premtimi thehet veç. Premtimi, tjetër, sali dhe premtimi. Jo, kanë shumë njerëz se tesh duhet me kalu pak edhe në një drejtim tjetër, Mark, sepse janë jep shumë premtime në jetë. Po. Edhe jo të tanamohen. Por është gjithmonë presje që ata që i dënë edhe ja jep atë premtimin, edhe pse mandena është ai momenti që e kapi Joana, që në momentin e fundit nuk të del shpirti, sepse e ke lanë një breng dikom, që po nuk e lëshove, nuk mundesh as me ik prej kësaj botet.
Pa pra është një amanet që e ke vujtë edhe për zgjallit. Dërsi përtimet janë tjera, ju pengatroni i fije, mirë pa bani që pengatroni dhe edhe një herë, premtimet thehen. Nëna të thonë që kë është më shumë amanet për zgjallit, që njeriu kur nuk thehet, se premtimet thehen, ndryshojnë, nuk mahen, kurse a thome që amanetin nuk e drejt as do. Sa shtë thonën se gjithmonë do të me kenë për zdeknit. Dakor. Ka raste që për shembull i shkojnë rruga që thotë ama djalit ta la amanet nan mos rrej pa ardh sa t'jen gjallë, me pa, para se me dek. Edhe duhet me shku me plotësuar amanet. Pa pra janë amanete për zgjallit. Dakor, po mendoa se amanet për shembull mi kanë dikuj që no, po na thonë amanetin e morme amanetin në të marrë me pika. Stacion amanete. Nina të thonë pak në ekstreme, si tha Manjura për shembull ishte ajo historia që ati shkretit nuk po i delte shpirti sepse i kishte meta jo brenga ose ai amaneti që ka pas për zgjallit, ajo historia vet. Edhe aja ka bë domethënë me pushu në paq, masi e ka xherr për shpirtit atë. Edhe një gjë, në fakt se për në Shqipni sidomos, edhe na këto i shohim telenovela turke, por nëse e ke pa nër të tana telenovela turke, e i thojnë që ta kanë bë halal. Domethënë sa do, sepse a dim pse? Se dojnë për me dekë pa marak. Domethënë çdo që atë ashtu. Dojnë që me liru zemrën e vet. Me liru, nuk ta bën për ty, po nuk don domethënë që me marr atë barr me veti. Edhe në moment domethënë që dahen dy rrugë të ndryshme, thonë ta kanë bë halal që mos me marr atë breng me veti. Morgun e kena dalë pa fjalë era parë. Jo, po habini herë sot nesh me. Inshallah kena me pas mundësi mi dash njerëzit aq shumë këtë jetë për zgjallit, edhe mos me pas inshallah nuk kena kurrat përgjegjësinë që dikush me na lën disa amanete që janë shumë të vështira mu për mush. Inshallah nuk e kena me pas atë lloj. Edhe inshallah sikur mos me ata brenga të palshume. Inshallah, domethënë mos me lën rraj që mos me dalë. Ba me himi pa disa filma të vjetra shqiptar ose me lexu disa libra të vjetra shqiptar, njerëzit më të njëjtën në Shqipëri të fillu edhe me letërsinë për shembull me Rilindasit, pa himi përmend emrin që shumica aty ne kanë jetu jashtë, amaneti tyne ka ken aman, mos e harroni gjuhën shqipe, amanet mos e ndryshoni flamurin shqiptar, amanet mos e harroni vendin, trojet shqiptare. Këta kanë kenë ato thirrjet që kanë gjumu gjithmonë në historinë edhe në zemrat e çdo shqiptarit, pra janë amanete të lënë nga kolost e gjuhës shqipe, nga kolost e luftave që kanë bërë shqiptarët. Që edhe sot pavarësisht se ka lëkundje, edhe sot me aq mundësi që kanë shqiptarët mundojnë me i majt ku do qetën e përbërë. Me thënë drejten, komplet jashtë temet, por në temë, ti the si kanë lënë ato njerëz që kanë dhënë kaq shumë për gjuhën shqipe, për atë dhe unë pse kanë dalë jashtë. Edhe Joana tha nuk e majnë, shumë e vërtet. Nëse jeni tu e pa Big Brotherin, këtë kohë e fundit, këtë ditë, me të thonë drejten, na kena 30 vjetë që kena ardhë kur i thojnë fëmijë në Amerikë, edhe alo nuk e thojmë një fjalë anglisht në podcastin tonë. Bane hen aty mrand për syt ballit tham në cilin stacion jam se flasin anglisht, edhe tesh pa të rremërzat se jenë në Shqipëni për ne që e flasim anglishten ose që jena në anglishton ditën e çojmë te stacione shqiptare për me një shqip. E jo me njëtesh të folë dhe me kështë di anglisht, nuk të pytë se ta njëni shqiptar aty mrand, nuk të pytë kërkosh a flet anglisht. Është diftu edhe vedin dhe me kështë dina gjutë huja, edhe po një ta... Këtu nuk dina në gjutë hujito. Puna është edhe më fort është se njëja është shemulli që janë t'i dhanë rinis shqiptare. Me gjithate, na kina thonë, jo vetëm Big Brother, sepse aja është një reality show edhe hajt. Pa unë ta më shpërshë sepse... Por në disa emisione shumë mirë fillta, me gazetar shumë mirë fill, që janë taman gazetar me një eksperiencë shumë të gjatë kohore, edhe kanë fillu me fut fjalë të gjuhëve tjera dhe mi kthy disi si në shqip.
Edhe shpeshherë kur më takon me I pa këto lloj emisionesh, habitem edhe them po pse më na kena fjalën tonë shqipe edhe siç e thellë ti un kam mik shumë e vogël ri për Shqipniet edhe janë shumë kjo gjuha jon shqipe ndoshta e jona që bëjmë këtë podcast ndoshta nuk është aq e pasun për shumë njerëz që ndoshta dojnë edhe me na gjyku. Por na flasim këtë gjuhën që kena marrë me vedi, sepse gjuha shqipe është një gjuhë është një gjuhë shumë e thellë. Edhe ne nuk I dina ndoshta këto terminologjinë e re që edhe që është pasuruar me fjalë tjera, po për shembull, me të dhënë një shembull konkret kur thonë ishte shumë atraktive dikush. Pse më ishte tërheqëse? Kena fjalën shqip, tërheqëse. Kena 36 shkronja, alfabeti ndër më të gjatë në botë, kena ta fjalë shqipe për çani ose mos harrej, se e the bukur ti du me I pak më që tha Joana, si gjuha shqipe për më që është një ndër gjuhët më të vështira, po më të bukur në botë, shumë e vjetër. Është e pasun. Është shumë e pasun. Po I me 36 shkronja, me zanoret, me njëra tjetër, bashkëngëlloret, por ka një dialekt, ka shumë dialekte në gjuhën shqipe, nga jugu, nga veriu, nga Shqipëria mesme, njëra tjetër, por tana gjuhët e botës mësohen. Tana dialektet mësohen. Vetëm shkodranqja nuk mundesh me mësu shkodranqen. Shkodranqen mundesh me e fol vetëm në rast se ke le e rrit në Shkodër. Mundoje sa dush ti me ndej në Shkodër 1 vjet, 6 muaj, shkodranqen nuk mundesh me mësu e ke këtë. Pra për mendimin tim shkodranqja është si aja komona e kish si bjen, e vjen tonë katuni atë se e din se për qa ashtu batja. Që mos të harre edhe unë, se përmend me Big Brother, po nuk e dia keni pa të Portokallia, mundohen ka herë me ba me dialektin shkodran, po sikur stonon. Sikur e the ti vetë duhet. Po nëse Portokalli janë është një shkodran. Po, jo shkodrani, janë edhe të tjerë që mundohen ka herë për me ba pak dialektin, por stonon. Unë me thonë drejten, prapë se të një këtë nër komentet, më kishtë të thonë njeni mas përdor këtë dhe, por atë dhe I thoshën ku e din të cilin përdore, se pe gjo me shkrime, kisha me goj. Po kishtë harru do me thonë se unë kur gjykoj ty, duhet me ditë edhe se prikoj e. Kja është kodran që ma vla, se si të njën ti është puna jote. Kështu që mas në gjykoni se cilin gërm kina thonë, sepse I kja gërm në del prej zemret. Edhe në që se din veri edhe juk, si I përdorin pak nërsh ata gërmat. Na, pëse kena këto në podcast, në një emisione, e podcast, e radio, kena dhe shoshni për ta naturëve shqiptare, edhe knashna të komuniku me ta, kërë flasi me ta, edhe kërë në gjëm dialektin e tyne, sepse çdo dialekti tyne është, si me thonë, një pjesë thesare I gjuhës shqipe, sepse I paket gjuhës shqipe, por nuk ka shtërp, nuk ka marrë më krenu me gjuhën gege, nuk ka marrë, nuk ka tërp më krenu me gjuhën shkodranqe, se Shkodra dialektin, se kena pas edhe komente është dialekt edhe kuj një personit e cila ka një dhej shkolle dhe një dhej edukimit dhe një dhej që vetëm ajo nuk mund gabojnë po do të më kap në 10 sekonda gjuha shkodrane, kështu që nuk është gjuha, është dialekti. Dhe me thanë që nuk është tërp, nuk është marre me e fol gjuhën shkodranqe edhe me e pranu që kërkush nuk mundet me e fol nëse nuk ke lind e rritë në Shkodër. Se duhet me lenë në Shkodër ti për me fol gjuhën shkodrane. Po pra se nuk dele e sforcume. Po. Nuk është që dhe më thonë s'po e marrë vesh. Po prep të e thonë që çdo dialekt I gjuhës shqipe ka bukurinë e vet, ka amëlsinë e vet dhe ka atë tingullin e vet bukur. Pa marrë ta morsha. Prep kalume të dialektit është. For mi u kthy të edhe herë temë, sepse si çdo episodi tjetër fillojnë edhe ato minuta shkojnë shumë shpejt kur je të diskutu edhe kur nihesh mirë në diskutim, pavarësisht se kishim një temë pak më prekse. Edhe herë të shpokalojmë edhe herë të aty ku e fillume, të amaneti, se edhe këti episod po I vjen fundi, pavarësisht se na dona me naj këto edhe me fol, por si që thash edhe në fillim, moroj që mos keni asnjëherë
përgjegjësi për amanete që nuk janë të përballueshme, dhe doni njerëz sa janë gjallë dhe mos lëndoni. Pra, ishte tha dhe Gjoana, po tham edhe vet, është vështirë për mu do për kur është muhabeti i këndshëm, por minutazhit i erdhi fundi, dhe si gjithmonë ju përqafajt e tonëve. Edhe për me jetë Markut, po jo la amanet, i lutem shumë me që folme për amanetin, na bani like, na bani komente, na bani subscribe në YouTube, amanet jo la, edhe i shkolla, na realizoni amanetin tëmë. Miropashim në episodin tjetër. Miropashim.